Veç duart rokitit ju pa të ndu kur pak. Ndaj nga gëzimi ishin ngritur edhe në këmbë. Delegacioni kosovar nga pozite e opozit nuk patën kursyer as për qafimet mes vete 16 prillin e 2024-s, kur Kosova pati marrë rekomandimin pro antarësimit në Këshill të Evropës. E një këso trupe po vlerësohet se duhet krijuar urgjentisht pas konstituimit të kuvendit, madje qysh në javën e parë, për të zënë punimet e asamblesë së përgjithshme në maj. Antarët janë në rolin e antarëve vëzhgues, puna e tyre në lobim, në takime me secilin delegacion të shteteve të tjera mund të bëjë që të mirët ndonjë votë e rëndësishme. Krahas delegacionit, Prishtinën zyrtare e pret goxha punë për të bërë pjesë e kësaj organizate evropiane. Veçanërisht në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe, tek dërgimi i statutit në gjykatën kushtetuese, obligim të cilin vetë edhe kryeministri, kryetari i kuvendit dhe presidenti aktuale kanë marrë përsipër ta zbatojnë dhe çështjet e tjera me synim të ligjit. Viti 2025 ishte i humbur në këtë drejtim pas pamundësisë së krijimit të institucioneve të reja, çka tash thuhet se s'bën të përsëritet. Nuk duhet që në metrat e fundit të një maratoni të gjatë që ka ndodhur sa i përket punës dhe angazhimit për antarësim të mbetet vetëm për shkak se nuk ka vullnet politik dhe nuk ka vizion strategjik. Në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, në Strasburg të Francës, para 2 vitesh, për Kosovën patën votuar 131 deputet, kundër ishin 29 e 11 patën abstenuar.